Është rikthyer me intensitet në ditët e fundit, duke rritur ndjeshëm numrin e qytetarëve që po kërkojnë ndihmë mjekësore. Sipas mjekëve bëhet fjalë për një valë tipike të gripit sezonal, e cila në shumicën e rasteve kalon pa komplikime serioze, por që kërkon kujdes dhe trajtim të duhur. Gripi është një sëmundje sezonale, ashtu mundemi me quajtur. Zakonisht fillon për koha dhe klimave që ndron prej sezonës verës, fillon sezona e vjeshtës. Simptomet e gripit janë më të ndryshme, edhe është pak edhe individuale, mirë po në numrin e më të madh të rasteve të thotë mundet mu paraqit me temperaturë, me ethe, me kokëdhëmbje, me plagështi të trupit, ndonjëherë edhe me humbje pak të apetitit, është varësisht edhe prej personit se si e përballon. Mjekja paralajmëron se grupet më të ndjeshme si fëmijët, të moshuarit dhe personat me sëmundje kronike duhet të kërkojnë ndihmë mjekësore që në shenjat e para të përkeqësimit. Këta persona të moshës mbi 65 vjeç dhe që kanë sëmundje kronike përcjellëse, që në shumicën e rasteve dhe kanë të marrin vaksinën e gripit. Ndërkohë, Instituti i Shëndetësisë Publike përmes një njoftimi ka apeluar për kujdes të shtuar dhe respektim të masave parandaluese. Sipas institutit, higjiena personale, ajrosja ambienteve dhe shmangja kontakteve të panevojshme ndihmojnë në uljen e përhapjes së gripit sezonal. Instituti ka rikujtuar gjithashtu rëndësinë e vaksinimit kundër gripit, veçanërisht për grupet e rrezikuara. Autoritetet shëndetësore u bëjnë thirrje qytetarëve që të mos neglizhojnë simptomat dhe të kërkojnë ndihmë mjekësore në kohë për të shmangur komplikimet.